Aq më tepër që do bëjmë një emision të veçantë për shqiptarët e lindjes mesme, shqiptarët e Sirisë, shqiptarët e Libanit, shqiptarët e Irakut, shqiptarët e Palestinës, shqiptarët e Jemenit, shqiptarët e Egjiptit, ka shqiptarë në gjithë lindje mesme. Janë figura brillante. Ti e di mirë se ke studiuar në lindje mesme dhe di mirë. Janë referencë për ja, aty është edhe të Jordanisë, aty ishte mbreti i Jordanisë, është dhe presidenti i Azerbajxhanit, pra është një rajon ish Perandoria Osmane që kudo ka komunitetet vogla shqiptare, familje shqiptare, cilët... Kulla, para se të fillojmë tek samiti, dua një digresion të vogël ta bëjmë për të hyrë pastaj në temë. Para një muaj apo pak më shumë, në një nga emisionet tona këtu, ishe shumë i qartë dhe shumë i prerë, ku me një vendosmëri të madhe, the, edhe pse nuk është popullore, që e vetmja zgjidhje e mundshme, reale, për luftën e cila po ndodh ndërmjet Izraelit dhe Palestinës është ulën në bisedime të drejt për drejta Hamasi dhe Netanyahu për ta zgjidhur këtë problem. Dhe kështu ndodhi. Dhe ishte logjike. Pse? Sepse nuk mund të kishte zgjidhje duke thënë Bibi Netanyahu, që është kryeministri i një vendi demokratik, i zgjedhur, në luftë, që ka bërë masakër, pra mos japi më shumë, se lufta këto ka. Faktet evidente. Por është ai që vendos në vendin e vet. Pra ai është faktori më i fortë, dhe në anën tjetër, Hamasi, për cilën një pjesë e botës, dhe flasim për atë botë ku jetojmë ne në Evropë, thoshin Netanyahu nuk shkon sepse ky është kriminal lufte dhe Hamasi nuk shkon se janë terroristë. Okej, kush do ta bëj paqen atëherë? Shoqata e gjuetarëve me shoqatën e hoxhallarëve? Apo plumbave? Apo plumbave. Pra, nëse ka një luftë, mënyra e vetme është pragmatizmi që përdori presidenti Trump për të ulur këta dy faktorë të cilët në pamje të jashtme duke i pamundur që mund të ulje, dhe të shikoje gjërat që mund të ishin përbashkëta me garantorët e përbashkët, të cilët sot ishin të gjithë në Sharm el Sheikh, nga fqinjët siç janë Jordania apo siç është Egjipti, tek sponsorët politik dhe ekonomik siç janë Katari, Arabia Saudite, Emiratet, Turqia e tjerë, dhe deri tek aleatët politik të njërës palë dhe tjetrës palë. Ishte Pakistani, Azerbajxhani... Sepse ky është realiteti, nëse duam të lexojmë realitetin. Nëse ne pastaj duam të bëjmë propagandë, ajo është tjetër gjë. Unë dhe ju këtu jemi, kemi marrë përsipër të bëjmë analiza gjeopolitike dhe themi gjërat edhe kur nuk janë popullore, edhe kur nuk janë të bukura, edhe kur duken cinike, por të themi të vërtetën.